Edi Rama, për llogarit të palëve të treta, bëri gjithçka që të sabotonte marrëveshjen e arritur para vitit 2013 me palën greke. E kam theksuar dhe theksoj, ishte një marrëveshje ku të dy palët fitonin. Pasi erëzoi gjykata kushtetuese, pala greke kërkoi rinegocim. Unë u thash atyre që nuk bëj rinegocim ma. Arritëm ku arritëm, tani me qenë se kushtetuta e Shqipërisë përcakton se ligji ndërkombëtar prevalon mbi ligjin kombëtar, çka do thot vendimet e gjykatave ndërkombëtare prevalojnë mbi vendimet e gjykatave kombëtare, urdhroni ta dërgojmë në gjykatën e Hagës. Edi Rama u thot jo, do ta negociojmë bashkë edhe herë marrëveshjen. Dhe ata i thonë, po shumë mirë, gati jemi. Dhe u futën negociata. 2 vite negociata. Pala greko u largua nga Korça dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale. Ja, ky është Edi Rama.